Siç dihet, lëvizja vendendosje ka dalë e para në këto zgjedhje me rezultat bindës që asaj i mundson që ta konstituoj kuvendin shumë shpejt dhe po ashtu ta formoj qeverinë pa ndonjë problem të madh, për arsye se nuk do t'i duhet ndonjë parti nga partitë shqiptare për ta formuar qeverinë rrjedhimisht. Certifikimi i rezultatit zgjedhor kudoqoftë që të jetë ai, presidentja do duhet që të aktivizohej më njëherë në mënyrë që të thras seancën konstitutive pa vonesa të theksuara për faktin se dihet fituesi, dihet që i ka shumicën e nevojshme dhe vendi është duke kaluar nëpër disa pasoja për shkak të mos kuzimit të kuvendit shpejt vitin e kaluar dhe formimit të një qeverie legjitime dhe legale. Dhe për këtë arsye, kuvend i themeluar, i konstituar shumë shpejt, qeveri e formuar shumë shpejt, në mënyrë që disa prioritetet të realizohen sa më shpejt. Ligji për ndarjet buxhetore për vitin aktual, miratimi i 2 marrëveshjeve ndërkombëtare që vijnë nga procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian, një marrëveshje me Bankën Botërore, në ndërkohë edhe buxheti për ETK-n, buxheti për 4 komunat në nivel të Kosovës dhe tema të tjera. Prioritet tjetër që do duhej të jetë është edhe zbatimi i aktgjykimit të gjykatës kushtetuese për ligji për pagat në sektorin publik, në mënyrë që të kthehen të drejtat te 94.000 zyrtar publik, sepse me ligjin për pagat në sektorin publik në vitin 2023 kur është miratuar janë cënuar të drejtat e këtyre punëtorëve, aktualisht në 25 euro në minimum dhe në maksimum ndoshta 55-60 euro, secilit punëtor në sektorin publik janë duke ju zbritur nga paga për shkak të mosbatimit të këtij aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Pra, këto dy çështje do duhet të ishin prioritetet, këto 3-4 çështje do duhet të ishin prioritetet kryesore të një kuvendi që t'i adresojnë. Më tutje, ka disa çështje që lidhen me reformën e drejtësisë, veçanërisht me vettingun, ku partia e parë, shumica parlamentare do duhet që të dialogojë me të gjithë pjesëtarët, deputetët e komuniteteve jo shumicë, përfshirë ata serb, në mënyrë që vettingu të kalojë dhe të miratohet legjislacioni tjetër që të bëhet vlerësimi i sistemit prokurorial dhe gjyqësor sipas amandamentit kushtetues, sepse edhe vettingun, edhe reformën e drejtësisë ne përveç zotimeve kombëtare, ne edhe në nivel ndërkombëtar kemi marrë zotime që do t'i kalojmë. Një aspekt tjetër që lidhet me prioritetet e kuvendit është edhe agenda evropiane, veçanërisht ajo që lidhet me pranimin në Këshillin e Evropës, kur dihet se në maj të këtij viti do të përpilohet rendi i ditës për Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe për këtë çështje do duhej edhe kuvendi edhe qeveria që të jenë aktiv. Ju jeni në dieni se delegacioni i Kosovës që është në nivel të kuvendit Kosovës si delegacion si antar vëzhgues do të duhet që të themelojë edhe ai sa më parë në mënyrë që të nis puna sa më shpejt. Këtë përgjegjësi e ka kryesia e kuvendit që duhet sa më parë ta themelojë në mënyrë që t'i bëj përgatitjet e duhura që të lëbëj që Kosova të jetë sa më parë antare e Këshillit të Evropës. Do të ketë probleme ende, sepse vërehet që nuk do të mund që kuvendi ta bëj punën e planifikuar në mënyrë të duhur, për shkak që ne kemi qenë një vit pa kuvend, një vit pa qeveri legjitime dhe legale, dhe kjo ka bërë që të grumbullohen shumë punë. Dhe për këtë çështje, siç e thash edhe më herët, do duhet që kuvendi t'i prioritizojë disa çështje me urgjencë, siç e përmenda më herët, në ndërkohë edhe disa çështje të tjera që t'i planifikojë në mënyrë që të mos dështojë në miratim të tyre. Normalisht që ky miratim i ligjeve të veçanta të mos përcillet me mungesë të konsultimeve edhe të përfshirjes së aktorëve të shoqërisë civile edhe publikut, por që efikasiteti të lidhet edhe me këto tipare të qeverisjes së mirë. Pra, do duhet që kuvendi ta bëj planifikimin, ashtu ka dhe obligim me rregullorën e kuvendit që për sesion të bëj planifikim,
por do duhet që edhe shumica parlamentare në këtë rast lëvizjeve vendosje që të jetë më solidare se sa që ka qenë në legjislaturën e kaluar, për atë mos jetë arrogante dhe të shfrytëzoj çdo mekanizëm parlamentar që të përfshihet edhe opozita, por jo që ligjet të miratoj me shumicën që tashmë e ka mbërri, sepse ajo është e ditën, është faktor që ka shumicën e nevojshme, por kësaj partije Kosovës, qeverisë, do t'i duhen edhe votat e deputetëve opozitar kur vije koha tek marrëveshjet ndërkombëtare. Edhe opozita nuk do duhet ta kushtojë me ndonjë ligj që vije nga qeveria ku nevojitet shumica e nevojshme, por kjo gjë nuk do duhet edhe anasjetlas nga pushteti, nga shumica parlamentare, ta shfrytëzoj si arrogancë dhe pastaj për marrëveshje ndërkombëtare ta përdorë si mjet në publik për në thonjza shantazh që opozita nuk po bashkëpunon për çështjet për marrëveshjet të cilat janë në interes edhe të qytetarëve që ata i kanë votuar.